Si janë naftotarët, le të themi që nuk janë në ditët e tyre më të mira, kanë qenë gjykoj nga ajo që unë kam diskutuar me ta. Naftotarët kanë pasur më shumë peshë në shoqëri, kanë qenë një profesion më i vlerësuar, le të themi ka qenë më i vlerësuar në të gjitha aspektet, edhe në pagesë. Kanë qenë naftotarët kanë pasur pagat elitare në shoqëri, sot nuk i kanë më. Profesionet të tjera kanë ecur përpara, jo se ata nuk do të ecin, por dhe naftotarët do të kishin ecur në një stad, le të themi, njësoj me të tjerë do të ishin gjithkohon elit. Nuk janë më elit. Shoqëria bankës ka qenë deri para pak kohësh elit në paga në treg, por edhe sot as ata nuk janë. Ka shoqëri të tjera që kanë ecur përpara. Pra, naftotarët nuk janë atje ku duhet, prandaj dhe ne kemi nisur këtë nivelin e organizimit me protesta, me greva, me tubime për të marrë naftotarët atë që u takon. Këtu para viteve 90 ka qenë numri të punësorëve rreth 25.000 deri në 30.000 shkonte me ndërmarrjet mbështetëse. Domethënë naftotarët kanë qenë deri në 30.000. Sot që flasim nuk i kalon 3.000 bashkë me kompanitë mbështetëse. Domethënë shoqëria shtetërore, këto shoqëri koncesionare bashkë me mbështetësit e tyre nuk arrin të kalojnë numrin 3.000, 2.500-3.000 naftotarëve. Po të flasim për prodhimi ka qenë në nivele para viteve 90 ka arritur deri në 2 milion ton në vit prodhimi, 2 milion, 2.2, 2.3 milion ton, kurse pas viteve 90 le të themi që shoqëria bankës ka pas një moment në vitet 2014-2015 ndoshta që arrit deri në 1 milion ton. Sot ka një nivel rreth 500.000 ton, rreth 500.000, 70.000 ton prodhim vjetore ka Alpetroli. Domethënë në total të kompanitë, të katëra të kompanitë mund të vënë 650.000 ton prodhim vjetor. Megjithatë ka pasur sfida, ka pasur shumë sfida, një nga këto ka qenë dhe rafineria, e cila tani nuk është më fare. Domethënë këtu ka qenë një sistem i mbyllur nga nxjerrja e naftës brut për punim dhe nxjerrja e saj në treg, duke përpunuar në rafineri, duke nxjerrë naftë, benzinë dhe gjitha në produktet e tyre. Sot nuk është rafineria, nuk është më për shkak të një lloj keq menaxhimi, le të themi, borxheve të krijuara. Sot ka punonjës të cilët kanë fituar gjyqet dhe nuk kanë marrë pagat e programetorëve që kanë ngelur kompania, kanë me miliona lek njerëzit punonjësi për të marrë ato dhe nuk kanë marrë. Pra kjo është një sfidë që ka ngelur të naftotarët dhe organizimi i gjithë sektorit ndoshta mund të ndryshonte fatin e naftotarëve, ndoshta rafineria mund të ishte sot në punë, ndoshta do kishim kushte më të mira, paga më të mira, ndoshta do të ishte edhe sektor elitar, që nuk është më sektor elitar, le të themi, nafta. Jo se nuk duhet të jetë, jo se nuk ka prioritetin naftotarët bëjnë një punë të vështirë, sakrifikojnë atje në vendburim dhe duhet të trajtohen si të tillë. Ka pasur, le të themi, tentativa për të dhënë atyre meritokracisë, siç ka qenë statusi i naftotarit, i cili në vitin 2017 planifikuar që mendua nga Kuvendi i Shqipërisë që të gjithë naftotarët të përfitonin statusin. Në atë kohë mund të kenë qenë rreth 20.000 pensionistë, por në fakt nga kjo kanë përfituar rreth 9.000 naftotarë. Unë kam marrë një informacion nga sigurimet shoqërore për të parë se sa kanë përfituar statusin e naftotarit. Kanë përfituar rreth 9.000, po dhe këta 9.000 kanë pasur ngimet e veta, sepse në 2019 ligji ka ndryshuar. Nëse në 2017 parashikohej që naftotarët të përfitonin statusin dhe pasi të dilnin në pension do minin 1% për vit pune mbi pensionin, domethënë nëse një naftotar dilën në pension 400.000 lekë vjetra, ai do kishte 30 vite pune po e zë, bëj marrë si shembull, do të minte 30% shtesë. Domethënë në 400.000 lekë 30% i bie rreth 120.000 lekë vjetra. Pensioni i tij do të shkonte nga 400.000 lekë në 520.000 lekë si shtesë për shkak të punës së vështirë të profesionit që i ka bërë si naftotar. Këtë parashikonte ligji i 2017-s, kurse në 2019 kanë ndryshuar ligji dhe është bërë tani përfitimi suplementarit nuk do të jetë më 1% për vit pune, por 0.6%. Domethënë ai naftotari që merrte 400.000 lekë atëherë pension dhe si shtesë kishte 1% që i vinte 120.000 lekë të vjetra, 1% që për 30 vite pune, tashmë merr 18%, 0.6, rreth 30 vite bëjnë 18%, 18% e 400.000 lekë që si bie rreth 70.000 lekë. Domethënë një naftotar nuk fiton më 120.000 lekë shtesë, por fiton vetëm 70.000 lekë. Domethënë pensioni 400 i vjen si shtesë 470. Kurse në 2017 do të vinte 520. Pra këtu ka humbur me ndryshimin e ligjit, naftotari ka humbur benefitet. Por nuk është vetëm kjo. Ajo që ka ndryshuar është që në 2017 pagesa që duhet të bënte naftotari për të marrë statusin e suplementarin shtesën mbi pension ishte 5% në total.
të pagës së tij mujore, 5% nga paga do mbahej ku do paguhej 3% nga punëdhënësi dhe 2% nga naftatari. Domethënë një naftatar po ta zëmë një rrogë bruto sot 1 milion lekë, do të paguante 20.000 lekë vet, edhe 30.000 lekë punëdhënësi për të marrë atë shtesën 120.000 lekë në fund kur dilte në pension pas 30 vitesh. Po tashmë ai duhet paguaj 10%, që është ndarë në ligjin e 2019-s, ku është bërë marrja e statusit, që ti të marrësh statusin dhe dalësh në pension të parakohshëm në moshën 60 vjeçare, duhet të paguash 5%, 2% do i paguash vetë dhe 3% do i paguaj punëdhënësi, kurse për të marrë suplementari shtesën mbi pension, domethënë do paguash edhe 5% të tjera, ku ndahet 2.5% punëdhënësi dhe 2.5% përmarrësi. Domethënë një naftatar për të marrë statusin dhe suplementarin mbi këtë duhet të paguaj 4.5% vetë dhe 5.5% duhet i paguaj punëdhënësi. Domethënë, po të marrim një naftatar me një pagë bruto 1 milion lekë, ai duhet paguaj 45.000 lekë vetë dhe 55.000 lekë punëdhënësi për të marrë statusin e naftarit dhe për të marrë shtesën mbi pension suplementare. Domethënë, për të marrë atë 77.000 lekëshin, mbas 30 viteve punë, ai duhet të paguaj 45.000 lekë vetë dhe 55.000 lekë punëdhënësi, që nuk ka logjik. 100.000 lekë gjësej. Domethënë, atë paguajnë 100.000 lekë gjësej për të marrë dhe më pak. Për të marrë më pak se 100.000 lekë. Pra nuk ka logjik. Prandaj ne kemi kërkuar, kemi bërë nismën tonë sot, ku kemi thirrur për një peticion sektorial, gjithë sektori, gjithë naftatarët të firmosin një peticion ku t'i kërkojmë Kuvendit të Shqipërisë ndryshimin e ligjit, pra një naftatar mos paguaj më shumë dhe të marrë më pak. Por minimalisht të shkojë te përfitimi 1% që e ka pasur me ligjin e 2017 dhe duhet të shkojë patjetër atje për të marrë më shumë se sa ç'paguan. Se për çfarë duan statusin? Për çfarë do ta quajnë profesion të vështirë? Për çfarë por sakrifikojnë për derdhën mundin, djersën e gjakun atje? Punojnë 24 orë vend burimet. Nuk ndalojnë asnjë moment. Asnjë moment, se bie shi, se bie borë, se bëjnë temperatura të nxehta, temperaturat larta, nuk ndalon fare, se bën acar, se ka gaz, çfarë do lloj situate, ai vazhdon punon pa pushim, 24 orë. Prandaj ne do ta bëjmë si nismë, e kemi nisur si nismë, qindra prej naftatarëve kanë firmosur tashmë, do ta çojmë drejt Kuvendit, shpresojmë të realizojmë sepse e meritojnë të trajtohen me dinjitet.